أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. E falendrojmë dhe lavdrojmë Allahun e lartësuar, ashtu siç e meriton ai xhalla sha'nuhu wa taqaddasat asma'uhu. Selamet ja dërgojmë mësuesit e njerëzisë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij. Duke lutur Allahun xhalla wa ala që edhe ne të jemi pjesë atyre besimtarëve të cilët e ndjekin rrugën e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Të dashur vëllezër besimtar, në javën e kaluar kemi filluar shpjegimin e veprës së re të zemrës, që është dersi 43 me radhë, e që është e frika ndaj Zotit xhalla wa ala, pasi që neve kemi shpjeguar për shpresën dhe tevekkulin dhe mbështetjen e Zotit dhe dashurinë ndaj Zotit xhalla sha'nuhu wa taqaddasat asma'uhu. Dhe në dersin e kaluar kemi treguar definicionet e frikës, vlerën e saj, dhe do vazhdojmë me lejen e Zotit xhalla wa ala dhe disa derse për këtë vepër të zemrës, e cila është thujse gjëja me të cilën më së miri adhurohet Allahu subhanahu wa ta'ala, sepse thamë që frika ndohet në frikë të përgjithshme, në frikë të veçantë. E frikë e përgjithshme ishte frika e cila është e çdo njerit prej besimtarëve, ndërsa frika e veçantë është ajo që e njeh Zotin xhalla wa ala më së miri, e ata janë ulemaja, inma yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama, më së miri që ja kanë frikën Allahut janë ulemaja, jo për arsye se ata binë në gjuna dhe friksohen prej dënimit, po për shkak se e njohin Allahun xhalla sha'nuhu më së miri. Dhe tham edhe shembuj të tjerë nga me lajket dhe gjithashtu shembuj të tjerë nga pejgamberët e Zotit xhalla wa ala, të cilët ja kanë frikën Allahut subhanahu wa ta'ala, për arsye se sa më shumë që njeriu e njeh Zotin e tij, aq më shumë i ka frikë dhe largohet nga ato të cilat Zoti xhalla wa ala i ka ndaluar zatën edhe i ka ndaluar dhe zatën. Kjo është çështja kryesore e frikës, se frika ndaj Zotit duhet ta bëjë robin që të ndalohet nga gjërat të cilat nuk i don Zoti xhalla sha'nuhu wa taqaddasat asma'uhu. Sot do flasim rreth llojeve të frikës. Frika ka 3 lloje, dashur besimtar. E para, el-mashru', frikë e cila duhet patjetër është obligative, frikë e cila është ndaluar dhe frikë e cila është e lejuar. Frika obligative është njeriu duhet, besimtari duhet ja ketë frikë Allahut xhalla wa ala. Kjo frikë është obligative për muslimanin. Nuk guxon muslimani që të friksohet askujt tjetër përveç Allahut xhalla sha'nuhu wa taqaddasat asma'uhu. Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala na ka dhënë shembuj të ndryshëm në Kur'anin famlar dhe na mëson neve si besimtar që vetëm atij ja kemi frikën dhe askujt tjetër. Yakhafuna rabbahum min fawqihim, thot për me lajket, i friksohen Zotit e tyre i cili gjendet mbi arshin e tij mbi me lajket. Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra, sa më afër Zotit, aq më shumë frikë ndaj tij dhe aq më shumë largim nga gjërat të cilat Allahu xhalla wa ala i ka ndaluar. Dhe kur robi ka frikën Zotit, atëherë është i dobishëm për veten e tij, është i dobishëm për familjen e tij dhe është i dobishëm për shtetin ku jeton, për arsye se nuk prek aty ku nuk duhet, nuk shikon aty ku nuk duhet, nuk vepron gjëra të cilat bien ndesh me fenë e Zotit subhanahu wa ta'ala. Frika e dytë, lloji i dytë i frikës, dashur vëllezër, është frikë e ndaluar, është haram, e cila ndohet në 3 lloje. Pra frika e ndaluar në vete i ka 3 lloje, që ne duhet t'i përvetsojmë dhe t'i mësojmë mirë. Lloji i parë është frikë e tepruar ndaj Zotit që e bën robin me mendu që Zoti se fal. Kjo është e ndaluar. Robi nuk guxon me mendu që Allahu azza wa jall se fal kërkon. Kjo është gabim. Me pas frikë qatë shumë, do më thonë me arrit një nivel që me thonë, valla une, badejava se Zoti s'ka më falë mu. Kjo është e ndaluar, është haram. Me mendu njeriu kësaj është haram.
me pretendu që Zoti s'fal është haram. Me arrit një nivel të tillë të frikës është prej shejtanit, jo prej Zotit xhallahu ala. Shejtani çtin në atë drejtë që ti me mendu që Allah azza wa jall nuk të fal. Ose nuk e fal filanin në salan. Jo. Nuk gëzon robi me hyrë në kësi avantura për arsye se devion. Në avantura që me mendu që Zoti se fal. Jo, Zoti është mëshiruesi më i madh. Allah subhanahu wa ta'ala yaghfiru dhunuba jami'a, i fal të gjitha gjunat. Pastaj Zoti xhallahu ala shadidul iqab, e ka dënimin e rënd. Muslimani jeton mes këtyre dyjave. Si jeton mes këtyre dyjave? Kur njeriu afrohet dhe nuk ka shpresë për jetën e tij, atëherë i vjen në shprehje Ghafurur Rahim. Allah është mëshirues dhe nuk dëzon me hub shpresat robi në faljen e Zotit. Kur robi afrohet te gjunahet, nuk gëzon më me marrë me thonë hajtë se Allah Ghafurur Rahim. Jo, shadidul iqab është dënues i rënd. Zgëzon robi me afru të gjunahet, mu argumentu që Zoti është mëshirues i madh. Po duhet me kujtu që Allah është shadidul iqab, është dënues i madh. Dhe kësaj i robi jeton. Pra kjo lloj frikës është i ndaluar, me mendu që Zoti nuk të fal. Vadiava ti shkon fale se s'të fal, ti çka ke bëti ja? Kjo është tipike shqiptarçe. S'ka të bëjë kurrë me fenë e Zotit xhallahu ala. Allah subhanahu wa ta'ala ja fal të gjithëve. Pendohu sinqerisht, Allahu t'i fshin gjunat e kaluara. Amr ibn As radhiyallahu ta'ala anhu kur e ka pranuar Islamin sahabe i Rasulullah, ka qenë njeriu më i mençur thyse në mesin e shoqërisë, se ti ku ka jetuar përpos pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe sahabëve të mëdha Abu Bekr, Omer, Uthman dhe Ali. Ka qenë shumë i mençur. Ka thënë ja Rasulullah, unë po bëra musliman, po kalumën e kam të zezë. E kalumën po mbreg mu. Ka thonë musliman, po inshallah. Po që ato që i ka kalu, ka thonë që kam i ba që asaj. Ka thonë ti, në moment që e pranon Islamin, Allah azza wa jall t'i fshin ato që kanë kalu. Atëherë ka thonë bima dorën se këta e besën për Islam. Në këtë formë e kanë ditë njerëzit që kur pendohet, e din që Allah azza wa jall t'i fshin kalumë dhe vazhdoj rrugtimin dhe mos e humb shpresën e faljen e Allah subhanahu wa ta'ala. Lloji i dytë tek frika e ndaluar të dashur vëllezër është që njeriu me i lan gjërat nga frika ndaj njerëzve. Me lan mos me urdhru për të mirë, mos me ndalu nga e keqja, mos me i thirr njerëzit në vepra të mira, kur i shet duke bë harame mos me i këshillu, për arsye se friksohet nga autoriteti i njerëzve që është në mesin tonë. E hupi në punën, zguzoj me fol, e kështu me radhë, kjo është e ndaluar në Islam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon në një hadith të cilën Ibn Hajar al-Asqalani është hasan, thot la yahqir ahadukum nafsah. Mos ta poshtron ndonjëri prej juve veten e tij. Mos e poshtroni veten tuaj. Sahabët thonë ja Rasulullah, kayfa yahqiru ahaduna nafsah? Ka thonë o i dërguari i Allahut, tregon atij neve çish ka mundsi njeriu me poshtru veten e tij. Çish ka mundsi njeri me poshtru veten e tij? Ka thonë kështu: yara amran lillahi alayhi fihi maqal thumma la yaqulu fihi. Thot e sheh që me një mezhlis duhet me fol për Zotin xhallahu ala, duhet me mbrojt Allahun subhanahu wa taala, duhet me mbrojt fenë e tij, duhet me fol se është ka folët kundrejt dinit të Zotit, është ka cenohet dhe drejta e Zotit. Edhe ti je në mezhlis me ta, edhe ti hesht. Thot me një mezhlis duhet me fol për Zotin ky hesht. Nuk flet. Edhe i thuhet, thumma yaqulu fihi fa yaqulu Allahu lahu yawm al-qiyamah. Allahu azza wa jalla thot në ditën e gjykimit, ma mana'aka an taqula fiyya kadha wa kadha. Të robim, çka ndaloj më ty, ilon vënën, mos më fol për mua. Kështu edhe kështu. A e din ti çat mezhlis që u cenua drejta e Zotit, u cenua drejta e Islamit, u cenua drejta e familjes, u cenua drejta e vendit, u cenua drejta kjo. Ti si hoxh është dash me fol, ti si musliman është dash me fol, ti si praktikues i fesë është dash me fol. Çka i thot Zotit ky njeri? Thot fa yaqulu khashyata an-nas, nga frika ndaj njerëzve.
Dhe yaqulu Allah azza wa jalla thot fa iyaya kunta ahqqa an takhsha. Thot ma e udhës ka qenë më friksu mu, jo njerëzve. Kjo është me poshtru njeriu veten e tij. Me poshtru njeriu veten e tij dhe është haram për robin kur e sheh një gjë, ka mundësi me fol, ka mundësi me ndalu, ka mundësi me vepru, edhe nuk e vepron, është me poshtru veten e tij. Për këtë Resulullah sallallahu alaihi wasallam thot: "Men yara minkum munkaran falyughayyir bi yadihi." Ai që shen një të keqe ta ndryshoj me dorën e tij nëse ka mundësi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Nëse s'ka mundësi me dorë, sepse kjo me dorë më shumë është për njerëzit të cilët kanë autoritet, kanë pushtet, zakonisht për pushtetin. Fa bi lisanihi, atër me gjuhë, me fol kundër të keqës. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Atër nëse s'ka mundësi as me gjuhë, ta urren me zemër, kjo është adhaful iman. Kjo është imani më i dobët, çu largopi të mizdisi. Nëse s'ke mundësi me fol, s'ke mundësi me ndryshu, mos shrej bashkë me ta. Çu thë jo Allah rëmeni me zdis që keshit fija Zotit, bat hajgare me dinin e Zotit, s'pa muj me fol, për arsye ndryshme, ama me juve nuk nej. Ka që është ma i dobët të iman. Ma i dobët të iman është me ngrit për ati me zdisi. Ma i fort i iman është me ndryshu me dorë, s'ke mundësi, kjo është për shkak se pushteti e ka në dorë, të më thonë ndryshimin me dorë, dhe jo një individi. Pushteti për shembull nuk lën me bë çedere, nuk lën, kjo është autoritet ekzekutiv, mirë po gjuhën nuk mund me ta nal, nëse ke mundësi me fol, me urdhëru për të mirë, me ndalu nga keqja, mi thirr njerëzit në mirë, mi thirr në namaz, mi thirr në agjërim, mi thirr në zakat, mi thonë du të më fal, du të më agjëru, du të më shku në haxh, du të minimu të tjerëve, du të më ndalu nga amoraliteti, du të më ndalu nga bigjozi, du të më ndalu nga alkooli, du të më ndalu nga kjo, nga ajo, nga kjo. Jo Allah s'moj se çashtu e kom punë, s'mon çatu mos rebile. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thot, kjo është me poshtru njeriu veten dhe kjo lloj frike është haram e ndaluar. Është e ndaluar në Islam që njeriu më ofriksue autoritetit njerëzor më shumë se sa Zoti xhallahu ala dhe mos edhe me elon domethënë urdhërimit për mirë dhe ndalimin nga keqja. Një prej sahabëve të Resulullah sallallahu alaihi wasallam na tregon dhe thot: "Bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala as-sam'i wa at-ta'a fi al-manshati wal-makrah." Kur e kena pranuar Islamin, thot ja kena dhënë besën Resulullah sallallahu alaihi wasallam në ndëgjim dhe bindje, në vështirësi dhe në lehtësi. Wa an la nunazi' al-amra ahlah. Edhe mos më hy në hak të tjerëve. Kena marr besë në Resulullah që mos më hy në hak njerëzve të tjerë. Mos më marr dikun ja pronë pse ke mundësi me marr, mos më lëndu dikon pse ke mundësi me lëndu. Po me ia dhon hakun secilit. Ja kena dhon besën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wa an naqula bil haqqi haythu ma kunna. Edhe ja kena dhon besën Resulullah që me fol të vërtetën. Haythu ma kunna. Kudo që të jemi, me fol të vërtetën. Kudo që të jemi, me fol të vërtetën kudo që të jesh, nuk ka e lehtë, është e edhët. Është e edhët vallahi. Sepse ndo me zdise, me thonë, do me thonë, të vërtetën nuk është bashkë e lehtë. Nuk është bashkë e lehtë, a mu du të me thonë, sepse Resulullah sallallahu alaihi wasallam këtë ka marrë nga sahabët, la nakhafu fihi lawmata la'im, wa la nakhafu fillahi lawmata la'im. Edhe mos më friksu askujt përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Këtë ja kanë dhënë thot besën Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam transmeton Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu thot: "Qama khatiban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fina faqala ala la yamna'anna rajulun haybatu an-nasi an yaqula bil haqqi idha 'alima." Është ngritë ka mbajt një hutbë dhe ka thonë: "Mos t'ju ndalon juve autoritetin që e ka njerëzit nga thënia e të vërtetës nëse e din të vërtetën. Mos ndalon me thonë të vërtetën, me thonë hakun, edhe mu friksu nga njerëzit, sepse kjo pastaj bie ndesh me frikën ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala, është frikë ndalume. Du të me thonë bil hikmeti wal mau'izati al hasana, me urtësi, me butësi, po du të me thonë të vërtetën. Du të më ju tregu njerëzve që Allahu azza wa jalla është një dhe i pashoq,
Resulullah sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i fundit i tij. Kurani famlar është libra e Zotit të cilët duhet të pasohet. Edhe i pëlqeu dikujt si pëlqeu, kjo është dini i Zotit. Lakum dinukum waliya din. Ju e keni fenë ju, ne kemi fenë tonë, kur dalme para Zotit xhallahu ala, ai gjykon mes neve, sepse Allah subhanahu wa taala na ka urdhëruar që të urdhërojmë për të mirë dhe të ndalojmë nga keqja, për arsye se ky është epiteti i të qendrit ummeti më i mirë i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Allah xhallahu ala thotë jeni ummeti më i mirë në faqen e tokës për 3 arsye. Sepse urdhroni për të mirë, ndaloni nga keqja dhe besoni Allahun azza wa jalla. Në qoftë se dëshirojmë mos me qenë ummeti më i mirë, atëherë mos urdhrojmë për të mirë, mos ndalojmë nga keqja, edhe ta besojmë diçka Zotin si gjysmak. Atëherë nuk e meritojmë të qenërit epitet i ummetit më të mirë. Për këtë Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka paralajmëruar, ka thonë që Allah azza wa jall e ka mallku Deuzin e ka mallku. I se Deuzin e ka mallku? Deuz, çka është Deuz? Deuz është ati i cili i bëhet marrja në shtëpi edhe sikuqet tyra. Priton me urdhëru për të mirë dhe me ndalu nga keqja. Për çfarë arsye e ka merituar mallkimin e Allahut? E ka merituar mallkimin dhe Allah azza wa jall nuk i flet ditën e gjykimit, nuk e pastron nga gjuna dhe nuk e pastron nga gjuna dhe ka dënim të rrallë. Vetëm për arsye se nuk ka urdhëruar për të mirë në familjen e tij, nuk ka ndaluar nga keqja, i është bërë keqja në familje dhe s'ju ka skuq fytyra. Një tjetër e ka merituar dënimin e Allahut azza wa jall, një fshat komplet. I ka dhënë Xhibrailit alayhis salam shku me e dënu një fshat komplet. Kur shkue e ka gjetë një njeri në kryt fshatit, në fillim të falë. U këthy të Zotit, ka thonë, o Zotim, ka thonë, ish një duke falë namaz, shmi dënu. Ka thonë, mas pari për qatini si. Se aji e ka mojtë veç për veti, fi. Aji si ka urdhru tjerë për mirë, nuk i ka ndalu nga e keqja. Prandaj, në qofë se dëshirojnë me largu dënimin e Zotit prej neve, si shoqëri, si dynjo, atëherë duhet me urdhru për të mirë dhe me ndalu nga e keqja. Qofë se nuk urdhrojnë për të mirë dhe nuk ndalu nga e keqja, ja kem hap dyrt dënimit Zotit. Ja kem hap dyrt dënimit Zotit xhalla sha'nuhu. Për arsye se kur njerëzit nuk urdhrojnë për të mirë dhe nuk ndalojnë nga e keqja, atëherë dënimi i Allahut prite, duke ardhur dënimi i Zotit tani ka forma ndryshme, nuk do të thotë që me tra gur pi qiellit. Po dënon në forma ndryshme pastaj. Qoftë me skamje, qoftë me fukarallak, qoftë me luftra, qoftë me frikë, qoftë me mos përparem, qoftë me ngecje, ka lloje të ndryshme të dënimeve të Zotit xhallahu ala. Pastaj sillemi në një vend 20 vjet, 30, hala çatu jem të osi. Pse? Sepse nuk urdhërojmë për të mirë, nuk dalojmë nga e keqja dhe Zoti xhallahu ala nuk e duron këtë çështje. Gjithashtu dashur vëllezër, thot një prej ulemave të Islamit, men taraka al-amra bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar min makhafati al-makhluqin nuzi'at minhu haybat at-ta'a, haybat at-ta'a. Ai që nuk urdhëron për të mirë dhe nuk ndalon nga e keqja, prej frikës nga krijesa, nga njerëzit, Allah azza wa jalla t'i largon prej zemrës autoritetin e të devotshmit. Autoritetin e të qenërit njëri i devotshëm ja largon nga zemra. Për arsye se prej frikës ndaj krijesave nuk urdhëron për të mirë dhe nuk ndalon nga e keqja. E Allah azza wa jalla nuk i don ata njerëz të cilët i frikson krijesave më shumë se sa krijuesit, por e don një njeri i cili urdhëron për të mirë dhe ndalon nga e keqja, me urtësi, me butësi, ja shpjegon njerëzve dinën e Zotit, la yakhafu fillahi lawmata la'im, nuk ka frikë askujt përveç Allah subhanahu wa taala. Këta njerëz i don Zoti xhallahu ala, sepse me këta njerëz shkon te para shoqëria. Edhe shoqëria shkon te para, sepse ai din me urdhëru kur të me urdhëru për të mirë, din kur me ndalu nga keqja, nuk i përzin gjanat, din kur ka mundësi me ndryshu të keqen me dorë, din kur ka mundësi me ndryshu të keqen me gjuhë, din kur me hesht, atëherë kur do të me hesht. Njeriu i mençur është sisoj. Njeriu i mençur, besimtari i devotshëm, është ai i cili e mendon ahiretin e tij para dynjas së tij. Për këtë edhe Allah azza wa jalla ju jep autoritet në zemër. Autoritet në zemër të devotshmërisë.
E ai I cili e mendon dynjën e tij para ahiretit të tij, shikoni, janë nxjerr Allahu Azza wa Jalla autoritetin e të devotshmit nga zemra, sepse nuk e meriton me qenë ky urdhrues për të mirë dhe ndalues nga keqja për arsye se e mendon dynjën para ahiretit. I friksohet njerëzve para frikës ndaj Zotit Xhalla wa Ala, dhe ne e pam që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë mos e poshtroni veten e juve, e sahabët e kanë vetë ka thonë ja Rasulullah çu poshtrohet vetë, ka thonë kur është dashur me fol për Allah ka hesht prej frikës ndaj njerëzve, e Allah Azza wa Jalla thotë është dashur me fol në atë kohë për Zotin Xhalla wa Ala, për të vërtetën, për njerëzillakun, për njerëzimin në përgjithësi. Për njerëzimin në përgjithësi, sepse sot njerëzimi është ndarë në dy tabore. Njerëzimi në përgjithësi është ajo ana njerëzore dhe ana shtazarake. Lini janë anën fetare. Njerëzimi në përgjithësi, ke musliman, s'ke musliman, ju ndonë dy lloje. Ajo që është njerëzore, që e sheh që njeri është ai, ani pse s'është ti festane, është njeri, do të minimu, do të më dhon me hangër, do të më dhon me pi, jo me poshtru, jo me vrarë, jo me masakru. Është njeri, ana njerëzore dhe ana shtazarake. Ana shtazarake nuk një njeri, nuk një din, nuk një rac, nuk një ngjyrë. E ne kem probleme me anën shtazarake, jo me anën njerëzore. Sepse njeriu tek e fundit është njeri, fenë e tij e ka përgjegjësi para Zotit Xhelalu Ala, besimin e tij, me po I ka të drejtat e tij dhe duhet t'ia respektojmë secilit të drejtat që I ka, sepse është krijesë njeri që Allah Azza wa Jall e ka ndëruar dhe e ka prunë në tokë, e ka krijuar në tokë. Prandaj urdhrimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja është lloj frikës që I bën dobi shoqërisë dhe njerëzimit në përgjithësi. I bën dobi njerëzimit në përgjithësi para se t'i bëj dobi njeriu vetes së tij, familjes së tij dhe vendit ku jeton. Kjo është pra lloji I tretë të dashur vëllezër. Gjithashtu lloji I tretë I frikës haram të ndaluar është kur njeriu ka frikë të fshehtë. Se frikë të fshehtë? Ka frikë nga idhujtaria. Më thonë, I friksohet një vorë të caktuar, më thonë, I friksohet një drunit të caktuar për arsye se mendon që ka shenjtërinë në ta. Zakonisht jo kanë ndodhur te mushrikët, kanë ndodhur tek ne si popull kem besënia të shumta, thotë te filani më zon më shku se s'vo me fol për to se gjana një e keqe. S'vo me fol kundrej filan vorë që shkojnë njerëzit me adhuru, kundrej filan teqe se aty njerëzit adhurojnë, na me bo me fol na gjanë do një e keqe. Kjo është shirk, është frikë e ndaluar haram. Kështu kanë qenë mushrikët e Mekës, ju kanë friksu putnave më shumë se Allah ta zoti. Mos e prek atë putin që kanë adhuruar se ngrihesh. Sahabët një shkuj kanë thyr me shtaka, dhanë apo ngrinjes po ngrin. Beshet që ka thonë është pot ky, dru është, guri është. Frika ndaj tyre është haram, është ndaluar në Islam, sepse duhet me pas frikën vetëm Allahut dhe jo do më thonë krijesave më shumë se sa krijuesi. Dhe frika e tretë, që lloji I tretë I frikave në përgjithësi është frikë e lejuar, që është normale për njeriu normal, që është frika ndaj kafshëve të egra, frika ndaj gjërave të rëndomta që njeriu mundet të pas frikë për veten e tij, për shëndetin e tij, frika ndaj ndonjë aksidenti, frika ndonjë prej lartësisë, frika prej luhanit, kjo është frikë normal, nuk ka trimërimi do luhanit përpara. S'është trimëri. Kjo është frikë natyrshmëri e njeriu. Andaj dashur vëllezër, këto janë llojet e frikave që neve sot I shpjegojmë me lenin e Zotit Xhelalu Ala për ta pasur parasysh besimtari se në cilën gjendje është, në se ka frikën Allah subhanahu wa taala, a është në gjendje të mirë frika e tij ndaj Zotit apo ka probleme gjatë rrugës së tij, duke lutur Allahun azza wa jall që ta përmirësoj neve dhe juve, të jemi të dobishëm për veten tonë, për shoqërinë tonë dhe për njerëzimin e përgjithësi. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.